Një qytetari është drejtuar redaksisë tonë për të denoncuar një rast shqetësues, ku sipas tij, një punonjës policie është filmuar teksa drejtonte automjetin nën efektin e dyshuar të alkoolit. Sipas mesazhit të mbërritur në redaksi, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 21 në qytetin e Leskovikut. Qytetari ka dërguar edhe një video ku shihet një automjet tip Volvo, i cili lëviz në mënyrë të paqëndrueshme në rrugë me devijime të herpashershme nga trajektoria, çka ngre dyshime mbi gjendjen e drejtuesit të mjetit. Nga pamjet e filmuara, automjeti duket se nuk ruan një trajektore të qëndrueshme, ndërsa lëvizjet e çrregullta krijojnë rrezik potencial për përdoruesit e tjerë të rrugës. Megjithatë, redaksia jon thekson se pamjet nuk vërtetojnë në mënyrë përfundimtare gjendjen e drejtuesit, por përbëjnë një shqetësim serioz që kërkon verifikim nga autoritetet kompetente. Qytetari pretendon se drejtuesi i mjetit është një punonjës policie dhe identifikon atë me inicialet LA, duke kërkuar që rasti të hetohet dhe të merren masa, nëse këto pretendime rezultojnë të vërteta. Redaksia jon e trajton këtë rast si denoncim të pakonfirmuar, ndërsa u bën thirrje strukturave përkatëse të policisë së shtetit që të verifikojnë pamjet, rrethanat dhe pretendimet e ngritura, në funksion të sigurisë rrugore dhe standardeve që duhet të përfaqësojë uniforma e shtetit. Redaksia jon mbetet e hapur për çdo reagim apo sqarim zyrtar nga institucionet përkatëse.